Gunter Krings, zëvendës kryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU në Gjermani, ka bërë thirrje për një zgjerim të fluturimeve në lidhje me fluturimin e fundit të dëbimit të kosovarëve dhe shqiptarëve nga Hanoveri. Ky është më shumë se një simbol, i tha i televizionit Welt. Këto fluturime duhet të intensifikohen, ne kemi nevojë për më shumë fluturime të tilla dëbimi dhe masa dëbimi sepse ligji i azilit ka dy anë. Ne duam të japim mbrojtje atyre që kanë nevojë për të, por edhe të dëbojmë ata që nuk kanë nevojë për të, ose që e kanë humbur ato duke kryer akte të dhunshme, shtoi Krings. Kjo ka të bëjë gjithashtu me atë që duan ta bëjmë të qartë njerëzve, atë që duhet dhe mund të largohen nga vendi, nuk mund të presin të vazhdojnë të marrin të njëjtin nivel mbështetje nga shteti gjerman, tha ai më tej. Në lidhje me fluturimet e dëbimit, Krings gjithashtu mbështeti sistemin e paraburgimit në pritje të largimit për kriminalët, në veçanti, dhe uljen e përfitimeve për të gjithë ata që duhet edhe mund të largohen nga vendi. Një aeroplan i cili u nis në aeroporti i Hanover të hënën drejt Prishtinës dhe Tiranës thuhet se mbante rreth 70 persona që duhet të largoheshin nga vendi, përfshirë kriminal të dënuar,